Mirdita, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Në fakt ju e keni ndjekur që këto ditë është publikuar raporti i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian dhe një nga pikat në fakt si rrallëherë që ishte e qartë, pa ekuivok dhe shprehur në gjuhë shumë të thjeshtë, s'kishte nevojë as për interpretim, ishte pika 46 e këtij raporti, i cila kërkonte pikërisht fuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. Dhe arsyeja pse unë jam para jush sot është pikërisht kjo. Kam depozituar në kuvend që ditën e njëjtë 14/5 kërkesën për shfuqizimin e ligjit për zonat e mbrojtura pikërisht atyre ndryshimeve që u bën në vitin 2024 duke hequr çdo mbrojtje këtyre zonave dhe duke ngelur vetëm emri si zona të mbrojtura. Konkretisht, raporti i Komisionit të Jashtëm shkrua në pikën 46 që kërkon shfuqizimin e plot të ligjit të vitit 2024, 21-2024, që lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në shkallë të gjerë brenda zonave të mbrojtura dhe transferojnë kompetencat kyçe të qeverisjes dhe vendimarrjes tek Këshilli Kombëtar i Territorit, duke dobësuar kështu mbikëqyrjen mjedisore. Në fakt për ne nuk është e re. Ky ligj është kundërshtuar nga Partia Demokratike, është kundërshtuar në komisione, është kundërshtuar në seancë plenare, është bashkuar me protestat e shumta që ka bërë shoqëria civile, me dëgjesat e shumta që ka bërë shoqëria civile dhe më pas unë bashkë me firmat e deputetëve opozitar e kam dërguar në gjykatën kushtetuese pikërisht për ta rrëzuar gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese u nda 4-4 duke bërë të pamundur vendimarrjen, por kjo konsiderohet lënje në fuqi e ligjit i cili ishte në fakt ligji i ndërtimit në zonat e mbrojtura. Duke marrë parasysh faktin që majoranca socialiste ka shprehur vlerësimin për raportin e AFET-it, për raportin e Parlamentit Evropian, ka marrë angazhime edhe sipas rezolutës së fundit të miratuar në Parlament që do t'i zbatojë rekomandimet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian, atëherë do duhet të votoj projekt ligjit tim për shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin e zonave të mbrojtura, sepse tashmë është edhe një kërkesë që e kërkon Bashkimi Evropian dhe është një kërkesë që ka të bëjë me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky ligj nuk është për interesin publik. Ky ligj dëmton drejt për drejt zonat e mbrojtura duke dëmtuar pasurinë natyrore kombëtare, si dhe shkel të gjitha standardet e vendosura nga konventa ndërkombëtare, por edhe nga vetë Bashkimi Evropian që kërkojnë politika për mbrojtjen e biodiversitetit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Në fakt, qeveria shqiptare ka zgjedhur që nëpërmjet këtij ligji të mos ketë më asnjë cep të Shqipërisë në të cilin nuk mund të ndërtohet për interesat oligarkëve. Ky ligj është thëmbra e Akilit. Me këtë ligj lidhen edhe ligje të tjera, të cilat kanë vetëm një qëllim: dhënien e Shqipërisë si një plaçk për t'u marrë dhe për t'u ndërtuar nga kushdo klient i pushtetit. Nëse ligji i zonave të mbrojtura i 2024 rrëzohet, ti ke garanci që dhe paketa e maleve nuk do të zbatohet në zonat të mbrojtura. Ju e ndoqët edhe dje diskutimin që bëhej në Shkodër se si do të ndërtohej në zonën e mbrojtur të Thethit. Nëse heq ligjin e zonave të mbrojtura, ti investime strategjike i ke të pamundura ti bësh në zona si Butrinti, në zona si Pishporo, në zona si Divja Karavastaja, sepse janë zona të mbrojtura. Apo nëse heq ligjin e zonave të mbrojtura të vitit 2024, ti e ke të pamundur nëpërmjet korporatës si investimeve shqiptare të ndërtosh hotel në pallatin e brigadave i cili konsiderohet trashëgimi natyrore dhe kulturore. Në këtë moment dua që të kuptoj secili që ligji i zonave të mbrojtura është garanci edhe për të mbrojtur pronën publike, por edhe për t'i dhënë atë që është detyra e çdo qeverie, e çdo individi në një shoqëri që t'i
japi brezave të arqëm një mjedis më të mirë dhe të ruajt pa prekur trashëgiminë natyrore dhe trashëgiminë kulturore. Ky ligj binte ndesh drejt për drejt me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Binte ndesh me nenin dhe bie ndesh me nenin 56 të Kushtetutës që garanton të drejtën e qytetarëve për një mjedis të shëndetshëm dhe detyrimin e shtetit për mbrojtjen e tij. Bie ndesh me nenin 59.1d dhe 1g të Kushtetutës që kërkojnë ruajtjen e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore për brezat e arshëm. Bie ndesh me nenin 82 të Kushtetutës pasi kur u miratua si projekt ligj nuk u shoqërua me një raport të plotë të efekteve financiare të cilat ishin të parashikuara dhe pse ishin të fshehura. Bie ndesh me parimin kushtetues të solidaritetit mes brezave që na imponon pikërisht detyrimin për të mos dëmtuar pasurinë natyrore dhe trashëgiminë kombëtare. Përjedhoj, ky ligj do duhet të votohet pro nga mazhoranca nëse i qëndrojnë gjithë fushatës tyre dhe angazhimit tyre publik se do të zgjedhin pasaportën europiane, rrugën e integrimit europian. Sot është thënë e zezë në të bardhë, është thënë që duhet shfuqizuar ky ligj dhe kërkesa ime ka ardhur pikërisht mbasi e solli Bashkimi Evropian. Sigurisht, unë këtë ndryshim mund ta kisha depozituar që në momentin që gjykata kushtetuese vendosi 4-4 për t'i dhënë mundësi ligjvënësit që të korrigjonte atë gabim që kishte miratuar. Po unë e dija vullnetin e mazhorancës për të shkuar deri në fund masakrimit të zonave të mbrojtura. Por sot e depozitoj pikërisht sepse është një kërkesë e Bashkimit Evropian, është një kërkesë e rezolutës Bashkimit Evropian dhe përputhet 100% me betejën e bërë nga opozita shqiptare, me betejën e bërë nga shoqëria civile, me atë që kërkojnë qytetarët shqiptarë që Shqipëria të mbrojë zonat e veta të mbrojtura, pasurinë e vet natyrore, atë që në fakt e ka unike në botë dhe atë që duhet të jetë krenari kombëtare. Nëse kemi pyetje, atëherë ju falenderoj shumë, uroj që ta ndiqni edhe në vazhdimsi, në komisione, në diskutime, sepse bëhet fjalë për një interes publik që prek drejt për drejt qytetarët shqiptarë. Shumë falenderoj.